Gjerdan Shaqiri thotë se do të ishte e shkëlqyer nëse Kosova kualifikohet në kampionatin botror, ndërsa është i lumtur me përparimin që kanë bërë dardanët. Ai në një intervistë së fundmi përgëzoi për mirësimin e madh që ka bërë Kosova, ku edhe prandaj shumë lojtarë po duan të veshin fanellën dardane. Fillimisht Shaqiri tregoi se bisedon shpesh me presidentin e FIFA-s Gianni Infantino, si dhe që i shkroi kur mori medaljen deri në Kosovë. U takuam rastësisht, po udhëtonim për në Londër dhe asistenti i tij ul pranë meje, pastaj nisëm të bisedonim. Rrugës për në aeroport mora një mesazh në WhatsApp nga Gianni Infantino dhe pastaj kemi folur rregullisht. Ai së fundmi mori një çmim në Kosovë dhe urova. I pyetur për formatin e ri të Kupës së Botës, Shaqiri shtoi se është adekuati, meqense edhe kombëtarët kanë më shumë gjasa. Ai përmendi që Shqipëria dhe Kosova janë ende në garë shkak i play-offit. Ka kombëtare që bugarojnë për herë të parë dhe mendoj se është më mirë që kombëtarët më të vogla kanë më shumë shanse kualifikimi. Mund të shihni se Shqipëria dhe Kosova mund të kualifikohen përmes play-offit. Në fund, i pyetur për mundësinë që Kosova të jetë në botror, Shaqiri me entuziazëm nënvizoi se do të ishte madhështore. Kosova në botror do të ishte një histori e jashtëzakonshme, do të ishte turneu i tyre i parë. Fakti që kanë ende mundësi tregon se çfarë progresi kanë bërë. Mund të shihni se gjithnjë më shumë lojtarë po duan të luajnë për Kosovën, prandaj po përmirësohen dhe po ja dalin nën presion. Tani janë skuadër me lojtarë në liga të mira, prandaj dhe kanë një ndihmë më të madhe, deklaroi ai për Watson. Në fund ylli Bazelit shtoi se nuk po e konsideron pensionimin. Jo, ndihem mirë, zgjohem në mëngjes dhe dua të luaj çdo ditë futboll, sidomos në ndeshjet si vendas. Kjo më jep energji dhe fuqi.